alayhi salatu wassalam, ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë me një prej këshillave të muajit Ramazanit, e cila është mundohuni me i shëru zemrat e plagosura. Zemrat e plagosura janë të gjitha ato zemra të cilat në vete përmbajnë apo kanë diçka nga mërzit e kësaj jete. Pa marrë parasysh a e ke plagos ti atë zemër, apo e ka plagos dikush tjetër edhe ti e din që filani është i mërzitun, filani është në hall, filani ka një telashe, filani ka një rast dekje. Edhe ti ki mundësi në Ramazan me ju gjetë që ati personit, aman, shëroni plagët e këtyre zemrave. Ramazani është e vërtet që bazë ka besimtari më marrë me rregullimin e vetvetes, me përmirësimin e raporteve të tija me Allahun. Por asesi nuk nënkupton kjo anashkalim, lënje masdore e raporteve tua me të tjerët. Pejgamberi alayhi salatu wassalam ka thonë hadith të sakt, kush është në ndihmë të vllaut, Allahu do të jetë në ndihmën e tij. Kush ja largon vllaut besimtar një breng të kësaj bote, Allahu do t'ja largoj brengat e botës tjetër. Prandaj, kur dini që dikush është i mërzitën, ka nevojë me ia bëni vizitë, dikush është pa qef, dikush ka me të keq, pa pare, për një ilaç, dikush tjetër i ke hyn hak, ku e di qysh, mundohu me i shëru këto plagë ty në zemrave. Janë një shembull shumë thjesht, sot po më pyet dikush në internet, konkretisht një grua, thotë hoxha nuk foli me kunatën. Domethënë, burri i kësaj ka vllaun, ai gruaja ati kunatit, s'fol me ta. Po du tha me thirr vjerën edhe kunatin, niftar, po ata s'po du me thirr atë kunatën. Tha nëse se thirrit tash ata, zvjen tha bëno aki edhe vjerëja, zvjen edhe ai vllai i burrit, kunati. Me thirr tha s'po du, qysh me ja bon, a hin gjëna. La ilaha illallah. Mirë për motër, pse si thirr kret? Që e një selam të shtëpia, vjerrive, përmes burrit, përmes fëmijëve tu. Selam aleikum, a jeni mirë qysh jeni? Nesër jeni thirrët niftar komplet shtëpia të na. Bëne çështu një thirrje. Kush vjen, edhe ajo që si e tu fol me ta, qetësohet pak, shejtani është i lidhen, edhe ti pak, shejtanin tanë, inshallah i kitë lidhen edhe ti, a mos tu ka zgjidh, pak kjo, e pak ajo, lëshojnë pe, besa dhe nëse zvjen ajo, ti e ke qu selamin krejtve, komplet. Ata tjertë nuk preke, nuk thojnë, se tash vjera ngushtohet, thot, ç'me shkune që nusën s'ma ka thirr, i qef pozit pa lakmushme dhe ata. Kur zvin ata se ti ke qitë pozit pa lakmushme, tash ti ki me thonë ti, unë e kum thirr, ata në Ramazan me kanë lonë mu iftarin në sofër s'kan ardhë. Po s'kan ardhë se ti nuk i ke pri marë, i ke pri muhabetit keq pak. Ti e ke ditë që se thira ata, qëra ajde, kunati, vjera, ajo jo. E po tash ajo, kun vjerria e në të nejtë me qëta, e mire e keqët du të ka pak s'kan qare, se ka zemani që se soj mja majtë krahin, mire e keq. Tipi qëtë me një pozit pa lakmush me vjerrit, tipi qëtë me një pozit pa lakmush me kunatin, kur se thirë grune dhe tash. Kuptan, pse zemrat të cilat janë të thyme, mos më munu mi shnosh, mi bashku, po për kundrazi me majtë halaj në atë. E ti kur e bën për i zatë Zotit bre, pasha Allahin, kush e zbut zemrën e vetë, kush lëshon për i zatë Zotit, vallahi nuk ka me ullë Zotit, veç ka me ngrit. Hadith kemi të pejgamberit alayhi salatu wassalam. Unë jam të foli, jo ti. No. Kemi hadith të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thot Resulullahi alayhi salatu wassalam, kush qetësohet e ull veten, nuk bat me në madhë, për i zatë Zotit. Allah i ka me ngrit. Allah i ka me ngrit. Kush e largon mendimasin për vetës? Pse?
veç për i Zatë Zotit. Kush shkon i foli pari tjetrit për i Zatë Zotit, Ramazan, s'ka muj më të mirë, s'ka ditë më të vlefshme. Për i Zatë Zotit, Allah i ka me ngrit. Andaj në këtë muj, thirrim niftar, t'ju shkojmë niftar, t'ju qojmë ka një mesazh njerëzve, në WhatsApp, në Viber, ajni mirë që shjene, Zotë ju rujt, si ke shkru moti dikuj, qaja, bane, kopi pas bane një mesazh, qaja, e zbut zemrën e tjetrit, e qetëson tjetrën, ja largon pak brengën, nëse ka një telash, është në spitale, ka një antar të familjes, bane një dua, o, Zot, qaja, mu qetësuaj, ti ban dua dhe vetë, Zotit të rujt, e Zotit të largof telashët që i ki, e Zotit dhasht kajrë, e Zotit dhasht breqet, e tjerë. Ki me zbut zemrën e tjetrit. Nuk është koha tash, aq më tepër në Ramazan, që na më u përqa ma shumë plagët që i kemi, ti shërojmë. Telashët që i kemi, ti shujmë, të bashkomi, të afromi, veç për hatër të kuj, për hatër të Allahit. Kur më thuj, unë lëshova pe, ta shkuj mu ka me më nëqmu. Kush lëshon pe për i Zatë Zotit, kur nuk ka me hupë. Allah ne përmirësoft zemrat tona, në bazë për atyre që jemi të kujdesshëm, ndaj akrabave tonë edhe afrohemi me ta. Amin, walhamdulillahi rabbil alamin.